Sot në kuvend të përhyrës vërtetës kemi mjek shumë nderuar nga të dyja krahët, cilët unë i respektoj shumë dhe duhet kuptojmë që personat e formuar në mjekësi kanë një farë ndjeshmërie që ndoshta është pak më e lartë se pjesa tjetër. Ndaj në aspektin e kuvendit, kolegët e mi mjek besoj që e kanë këtë kontribut. Aspekti artistik pastaj sjell një lojë tjetër fantazie që ndoshta nuk është e zakonshme në kuvend. Dhe besoj që ndërthurja e këtyre të dyjave do jetë një monedhë cilën unë do ta jap të ta dhuroj me shumë dëshirë kuvend. Ju si mjek jeni mësuar shpesh që dëgjoni halle, shqetësimet, problemet e pacientëve dhe njerëzve. Sa e rëndësishme është që dëgjohesh në politikë? Politika në të vërtetë është arti të dëgjuarit. Dhe pa dëgjuar, pa marrë inputin e asaj çka të rrethon, ti mund të kalosh në empirizëm dhe ti mund të bësh dhe mund të marrësh vendime të cilat nuk i përkasin trullit në të cilin ti po vepron. Kjo gjë ndodh shpesh, sidomos me personat, prandaj në një farë aspekti intelektuali shqiptar, në një farë aspekti, duhet të thënë, është kthyer në një personazh empirik që flet nga një karrige i hipur në një podium dhe mendon dhe koncepton idera dhe fabrikon idera që ndoshta nuk i përkasin fare këtij trulli. Dhe këtu lind kontradikta e madhe dhe mosbesimi i madh që ka ardhur sot ndaj sferës intelektuale shqiptare dhe kjo si pasojë, jo e drejt për drejt ndoshta, po si pasojë e rënd sjell që kemi pjesa tjetër e shoqërisë bjerë pre e Big Brotherizmave. Ndaj diferenca e një intelektuali me një person i cili është vesh hapur ndaj halleve të njerëzve, është që ti di se për çfarë po flet. Thënë gjitha këto, shpjegohet pse është shumë e rëndësishme në politikë që ti kesh sy të hapur dhe veshët edhe më hapur.